Banjo s'kem heq, vallaj me korit lam. Me kazan e korit, që njëherë që ashtu. Që me një dhëm gati që 24 vite jetaj vla, që to. Kanë rritë edhe fëmija besa, po dojnë e këta kushtet, por në spje ka mundësi. Pjo dha premtime, për ma shumë ti që jam zërë, me thonë drejtën e Zotit. Pa një shpi, se për me unë me pi, për adal disi. Përshëndetje dashur shikues të Zarfi e Merimtarit, jemi në qytetin e Podujeves, kemi ardhur me vizitu një familje shtatantashe, për shkojnë a pjavë nderën, për shojmë qysh e kanë gjenën, po ndihmojmë, edhe pja të gjymë hallet me shpresën që kemi me ndihmu. Hajde. Oj, zoti shpis. Përshëndetje. Shëndetje. A je mirë? Mirë, handetje. Qa po van? Mirë, handetje. Si po kalen? Princesh? Ka po Zoti. A është në mana, se s'duna me qitë në kamerë. Në të rënë mana. Hajde mirë më lehë. Qysh e? Mirë, A je mirë? Hada, po del pak në rejzë që të. Qysh po kalen? Mirë, handetje. Qysh e ki jenën? Emran. Emran. Emran Batiri, Emran Batiri. 32 vjeç. 32 vjeç. Po, Me kanë jetën të? Jetoj vetëm me 5.000 dhe me shoqe. 5.000 dhe me shoqen. A punon diçka Emran? Vallaj ka pak qështu, me një kulis dorë, shtu me hek alimin ka Në qështu. kulis dore. Po. Kujna është ke shtëpia, qa është ke? Kjo është stacioni e Korullës. Aha. Kjo kënë si lloj kafe që e kanë, kër janë nalë stacioni, e kanë përdorë këtu si kave pushi, si po shemorë. Këtu jetoj që janë 24 vjetë. Që 24 vjetë. Qysh o ba puna që një dalë të? Po na s'kem pas shtëpi pihan e tonë. As baba s'ka pas shtëpi. Po. Që një, muj me thonë pej babe që një gati që 50 vjetë shtojmë me qiraje ato, del ato. Po. Vllaznia ki? Po, kam edhe dy vllazën. Dy vllazën, a jetën bashkë me ta? Jo, unë jam i damas, ai vllavi jeton atë pjesën tjetër, ai tjetri i vogël jeton në Fushë Kosovë, po elhamdulillah, fal dashmërive, bamirësve ja kanë marrë aty një shtëpi atje. Apo, mashallah. Edhe babes ja kanë dhënë komuna një shtëpi te lagja e vllajt të tjerë. Përveç meje çto që me. Po. Edhe unë kam 2 orë tokë. Fushë Kosovë, po. Fushë Kosovë. Po, për shtëpia këtu është problem. Po, qysh po jeton këtu Emran? Vallahi Allah kushtet vështira. Kushtet vështira. Folin edhe kushtet vetë çamë. Po, 5 fëmija. 5.000. Çfarë moshë kanë fëmija? Djalin e kam, sashmi ka bo 15 vjetë, qika i ka bo 14 vjetë. E vogla i ka 12, djali mi ka 9 vjetë, kjo me vogla mi ka 4 vjetë. Po, apo shkojnë në shkollë? Po, 4 të shkojnë në shkollë, kjo me vogla halë. Të më pëdujeva? Po, më pëdujeva shkollë. A kanë afër shkollën, po? Po, afër, qëtu e kanë mëzga bosha në infrashi. Me i dare, apo më një me dare? Wallahi, Po keni me hongër me pija? për me hongër me pi, që me thonë një fardore. Për ma shumë ti që jam zërë, me thonë drejtën e Zotit, pa një shpi, se për me hongër me pi, për adal disi, me një kulis dore, farnerës edhe prej vllazëve, prej motra, qështu, sa po kanë mundësi, prej dashamirëve, prej kujshive, po më mund pak, po. Për qitë momente njerë në zerë, që thujnë. Po. Kështu në punë tregull, s'ke mujt me gjithë diçka, jo? Jo, la problem. Jo, a? Puna e shkollimit, se në shkollë s'kam. Jo. Kom i lëmtu me gjithë, privat kom punu, privat punoj, ka pak qështu në për bojci, në për ara qështu. Po. A kështu që me pas një punë përgjithshme, jo, se puna e shkollës, Po. se diplom s'kam kushfaj, që kjo është problem. Këtu mana, qysh janë kushtet? Valla këtu menë Allah, që me zonë, një dhomë me kam, që dhomë me pata ndrejgj vetë, për mishti qëtu senet, gash vëllaj me një dhomë thua. A këni bona e kërkesë në komunë për shtëpia diçka? Po, jam konë, në komunë jam konë, Edhe? për mi 7-8 jem paten maru të shtëpia. Këtu të Podujeves, atë Fushë Kosovës atje? Ja, Podujeve. Podujeve, po. Aha, edhe? Po jo, kur gjë s'ko. Jo. Nuk jem bëgjet, të thujnë. Jem konë para 3-4 dite prapë, komunë. Vetëm për time, Po. punë kërkoj. Kështu apo del me vizitu në herë në kush, një mua diçka? Valla kështu në vizita, këtu s'na ka marrë kërkosh halë. Jo, a? Jo, vetëm qështu kur vinë, kur të është Ramazan, Bajram, qështu. Me vite. Në ndihmoj, po. Se kështu Për dimër, qysh po kaloni për dimër? Valla për dimër pak problem. Problem, a? Po, valla, para një muve i kom marrë da dru për njonit veresi. I kom thonë do të më pritë, dhe që ato një më zgaboh shenë 2 metra, 3 jo. Po. Hala, se kom edhe. Fëmija, po kanë tesha, po kanë... Hala.
Apo mundesh me shkollu? Po ka ta. Kanë rritë edhe fëmija besa, po dojnë këta kushtet, po në spje ka mundësi. Pjo do premtime, sa më po gjesh se... Nëse dikush ta shëshojmë videon, nëse dikush ta ofron punë, i gatshëm me punu apo? Po besoj se po 100% po. Këto në komunë po Dievës. Po, s'është problem, ku do në Fushkoson, po dje vetëm me pas një punë sigur. Unë jam i gatshëm për me punë. Ani, besoj që me emër Zotit kanë... Ju kësha lut ata që kanë mundësi, ma gjetë edhe në punë, po mundësia, dëshira më e madhe që një shtëpi më mundësu, Allah i shpërblet, Allah i nderoft juve, Allah ju begatot, Allah i shpërblet, Allah i të mira xhenet, Amin. Allah pasunin e vdike shtoft, ja Rab Lalimin. Amin. A mundesh të lejtë me na qil? Emran? Këto janë dhurat prej gurbetit. Allah i shpërblet, Amin. Allah i nderoft. Edhe gjona ushqimore ju kena ble. Allah i shpërblet vëllai. Inshallah me emër Zotit unë ju baj thirrve edhe njerëzve të mirë, ata që dojnë me gjetë një punë për Emranin, është i gatshëm me punu. Edhe inshallah ratohet edhe kë me shtëpi të re sikur krejt. Amin inshallah. Me Zotit. Hente ma na ka dheja pak gjenën që shetani, e unë po ja frej ushqime deri këtu, ane? Po. Thua që me një dhëm gati që 24 vite jetoj vëllau, që tu dal ka pak edhe me të panë për Ramazane që tu për Bajram këtë janë natët e mëdhaja. Që shpeshini dhe vetë gjendjen. Ju kësha lut asë që keni mundësi për hirtë të Zotit, për hirtë që tyve fëmive, pile për një shtëpi, Allah i shpëbleft, juve Allah i nderot. Me që të panë që shpeshini jashtë gjallë ka pak, me të natët moja, ju kësha lut asë që keni mundësi, për hirtë se bilila, për hirtë të Allahut, për hirtë që tyve fëmive, për një shtëpi, djari veni kam në Fushë Kosovë, që më kanë një mu, da vllazni diaspora atje, me mi bleq ata djari, faleminderit për ty, Allah i shpërblet, Allah i nderoft, Allah i shpërblet, inshallah ja Rab Lalimin, po, mundësit për shtëpi nuk po janë, nuk pika mundësit. Me një social që tash kom apliku dhe për social, më ka hunë që do të marrë edhe herë në vizit, e inshallah, dhe qatë social më pranojnë, po që jo hajrë inshallah. Dhoma tjera aki? Po është edhe që kja dhoma që to e kom bërë se bep qëtyve raqe të inshallah. Që shpesheni që të dhoma e kom bërë për tesha, për që to se s'po kim ku milion, po do të me fletë në qatë dhoma në këtë bashkë flejnë, e këtu i lojnë a veç tesha që të senet. Ju kisha lu sa të keni mundësi për hirtë Zotit. Për hata që të fëmijëve për një shtëpi. Banjon ku i keni? Banjo s'kem heq valla. Vallaj me korit lahëm. Me kazan e korit, ty njëherë që ashtu. Se kështu banjo nuk kem. Banjo nuk kem valla. Ujt e kem që ato në shupë. Teshat, ku i lonë? Teshat e kemi zgat, një vlla faleminderit për tina, e ka zgat të ujt, ne ka dhonë që ki kushia qëto, faleminderit për ti shumë, e ne ka dhonë e bërë për që të ushit në qatë, që të i bojmë, i të bojna një ven edhe i lojmë. Ndorë? Po, ndorë. Faleminderit, Zoti shpërblet edhe për i shqim që ne keni pru. Emran, shijim inshallah për të mirë. Inshallah Allah e shpërblet. Numër telefoni a ki? Po qatë numër e kam. A jep? Po, është 049 99 27 8000. Rregull është. Zoti lutej inshallah s'kena me arru asna as njerëz të mirë që pra kështu. Faleminderit shumë për te, Zoti shpërblet, jeni njeri mrekullueshëm, jeni djalë. Faleminderit. Besnik, jeni djalë që i cili ta kanë besimi gjithë diaspora, gjithë bota. Shumë faleminderit, Allah Shumë faleminderit, inshallah. Zoti i mos dhëjë. Unë të tjerë tyre suksese, inshallah vazhdoj të shto më mirë. Faleminderit shumë. Ky është djali më i madh. Hajde, po ndërtojmë shumë. Zoti shpërblet. Tong, ta aumsha. Zaman. Njerëz të mirë, e po në gjendën e cilën e ton kjo familje shtatantashe, ju ftoj me ndihmu me sado që keni mundësi, numrin e telefonit vetë se edha, e unë një falenderoj që po vazhdoni me gëzu këta njerëz, Zoti ju gëzoft, Zoti ju nderoft.